Ndiq këto 5 rregulla që të jesh më i miri në këtë botë ku shumica jetojnë në mënyrë të zakonshme, disa zgjedhin të bëhen të jashtëzakonshëm. Ata nuk lindin më të talentuar, as më me fat, por ata jetojnë ndryshe. Mendojnë ndryshe. Veprojnë ndryshe. Dhe mbi të gjitha, ndjekin një sër rregullash që i ndajnë nga turma. Këto nuk janë rregulla magjike. Janë të vërteta të forta. Janë mënyra jetese. Në këtë tekst do të thellohemi në 5 prej tyre, 5 rregulla që nëse i ndjek me përkushtim do të transformojnë jetën tënde. Rregulli 1: Mos kërko leje për të qenë i madh, që nga fëmijëria na mësojnë të kërkojmë leje. Leje për të folur. Leje për të menduar ndryshe. Leje për të ëndërruar. Por në botën reale, suksesi nuk i takon atyre që kërkojnë leje, por atyre që marrin iniciativën. Askush nuk do të vijë të thotë, je gati të shkëlqesh. Ja, merr lejen time, ti nuk ke nevojë për leje për të qenë lider. Për të qenë i suksesshëm. Për të qenë i lumtur. Kjo është një e drejtë që lind me ty, por që shumë njerëz e dorëzojnë për shkak të frikës së gjykimit. Çdo herë që ndalon veten sepse çfarë do thonë të tjerët, i dorëzon fuqinë tënde. Mos kërko leje për të qenë ndryshe. Mos kërko leje për të pasur një mendim të guximshëm. Mos kërko leje për të ndjekur ëndrrën tënde, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë. Historia kujton ata që vepruan kur të tjerët dyshonin. Mos jeto për të marrë miratim. Jeto për të krijuar ndikim. Rregulli 2: Zgjidh disiplinën, jo rehatin. Çdo ditë ke 2 zgjedhje përpara. Ti dorëzohesh komoditetit ose të zgjedhësh disiplinën. Rehatia të ofron ngushëllim afatshkurtër, por të merr gjithçka në planin afatgjallë. Disiplina është e vështirë, por të jep gjithçka që dëshiron. Disiplina është të zgjohesh herët edhe kur nuk ke fjetur mirë. Të studiosh edhe kur je lodhur. Të punosh për ëndrrën tënde edhe kur nuk sheh rezultate. Disiplina është vendimi për të mos u dorëzuar kur gjërat bëhen të vështira. Mendja jote do të thotë, merre me ngadalë, je lodhur, nuk ka rëndësi sot. Por këto janë mashtrimet e komoditetit. Ti je më i fortë se impulset e tua. Ti je më i madh se dëshira për të pushuar. Disiplina nuk është natyrale, është vendim. Vendimi për të zgjedhur suksesin, jo justifikimet. Rregulli 3: Thuaj të vërtetën, edhe kur të dhemb, vetëm e vërteta të çon përpara. Mund të mashtrosh të tjerët. Mund të mashtrosh rrjetet sociale. Por nuk mund të mashtrosh veten. Nëse nuk ke guximin të përballesh me realitetin, do mbetesh gjithmonë viktime e gënjeshtrës. Thuaj vetes të vërtetën, apo jeton si duhet, apo punon sa duhet, apo e ndjek ëndrrën tënde apo thjesht po mbijeton, apo e humb kohën me njerëz që nuk të ndihmojnë, a je duke u rritur apo vetëm duke u justifikuar? E vërteta dhem, por gjithashtu të çliron. Sa më parë e pranosh realitetin, aq më shpejt mund të fillosh ndërtimin e një versioni më të mirë të vetes. Thuaj vetes, unë nuk jam perfekt. Kam gabime. Por unë zgjedh të përballem me to. Rregulli 4: Rrethoje veten me njerëz që të shtyjnë përpara, ti je reflektimi i atyre që të rrethojnë. Nëse rri me pesimist, do fillosh të shohësh gjithçka në mënyrë negative. Nëse rri me njerëz që nuk kanë qëllime, edhe ti do humbësh drejtimin. Por nëse rri me njerëz që ecin përpara, që kërkojnë më shumë nga vetja, edhe ti do të ngjitesh. Nëse dëshiron të jesh më i miri, duhet të bëhesh i zgjedhur në lidhjet që ndërton. Jo çdo njeri meriton akses në mendjen tënde. Jo çdo miqësi është e shëndetshme. Disa lidhje janë si spirale që të tërheqin poshtë. Disa njerëz duan të mbajnë në nivelin e tyre, sepse nuk kanë guxim të ngrihen vetë. Rrethoje veten me njerëz që të vënë në siklet nga madhështia e tyre. Që të frymëzojnë të mendosh më thellë, të punosh më fort, të jetosh më ndershëm. Nëse nuk i gjen, kërko më larg. Dhe nëse nuk gjen askënd, bëhu vetë një prej tyre. Bëhu energjia që do të doje të kishe përreth. Rregulli 5: Bëj atë që të frikson. Frika është busulla që të tregon drejtimin e rritjes. Gjithçka që ti dëshiron, respekt.
Sukses, siguri në vetvete, ndodhet në anën tjetër të frikës. Ajo nuk është një mur për të ndalur ecjen tënde, por një derë për t'u hapur me guxim. Ti ke frikë të dështosh? Fantastike. Sepse aty mëson më shumë se kudo tjetër. Ke frikë të refuzohesh? Shkëlqyeshëm, refuzimi të mëson vetë vlerësimin. Ke frikë nga e panjohura? Aty rritesh. Aty zbret egërsia jote, bëj atë që të frikson çdo ditë, fol përballë turmës, kërko rritje rroge, nis projektin tënd, mbro veten, bëj një ndryshim radikal. Frika nuk ikën. Por ti mund të rritesh aq shumë sa ajo të duket e vogël. Çdo herë që përballesh me frikën, vetbesimi yt rritet. Më i miri nuk është ai që nuk ka frikë, por ai që ecën me të. Përfundim, të ndjekësh këto 5 rregulla nuk është e lehtë. Por asgjë me vlerë nuk është. Të ndërtosh një jetë të madhe, një karakter të fortë, një trashëgimi të pavdekshme, kërkon zgjedhje të vështira çdo ditë, njerëzit do të quajnë egoist kur zgjedh veten. Të çmendur kur ndjek një ëndër të madhe. Të ftohtë kur nuk toleron më negativitetin. Por kujto këtë, njerëzit që kanë ndikuar botën nuk ishin ata që u përshtatën, por ata që qëndruan të palëkundur. Ndaj, në këtë moment, vendos që nuk do të jetosh më si spektator i jetës. Vendos të marrësh kontrollin. Të flasësh të vërtetën. Të sakrifikosh komoditetin. Të ndërosh rrethin. Të përballesh me frikën, sepse në fund të fundit nuk lindesh më i miri. Bëhesh. Me vendime. Me qëndrueshmëri. Me guxim. Historia e Albanit, nga anonim në lider, Albanin nuk e njihte askush. Një djalë i zakonshëm nga periferia e një qyteti të vogël. Familje modeste, zero lidhje, zero privilegje. Vetëm ëndra dhe zemër. Që fëmijë donte të bëhej diçka më shumë. Por rrethi i tij i thoshte ndryshe, mos ëndërro shumë. Zbrit në tokë. Nuk bëhet ky vend për njerëz si ti. Rregulli 1. Ai nuk kërkoi leje për të qenë i madh. Kur mbaroi shkollën e mesme, të gjithë pritnin që Albani të punonte në ndonjë lokal si shumica. Por ai kishte një vizion, të krijonte një platformë online për të ndihmuar të rinj të mësonin aftësi të reja. Shokët e tallën. Prindërit i thanë të mos merrte rreziqe. Por ai nuk priti miratim. Nuk kërkoi leje. Filloi me një laptop të përdorur dhe një dhomë të vogël me lagështi. Filloi të mësonte vetë programim në YouTube. Net pa gjumë. Dështime pa fund. Por çdo ditë zgjohej me një fjalë në mendje, askush nuk do më jap leje për të qenë i madh. Duhet ta marr vetë. Rregulli 2. Ai zgjodhi disiplinën mbi rehatim. Kur të tjerët ishin në kafe, ai ishte me kufje duke mësuar. Kur miqt dilnin fundjavë, ai rinte mbyllur duke koduar. Nuk ishte kol. Nuk ishte i famshëm. Ishte i vetëm, por i fokusuar. Çdo mëngjes bënte një shëtitje 30 minuta për të ushtruar vetë kontrollin. Çdo mbrëmje bënte reflektim. Çfarë mësoj sot? Ku gaboj? Ku mund të përmirësoj? Disiplina e bëri të ecte kur motivimi mungonte. Kur askush nuk e duar trokiste, ai vazhdonte. Sepse ai nuk punonte për t'u parë. Ai punonte për t'u bërë njeriu që kishte ëndërruar të ishte. Rregulli 3. I tha vetes të vërtetën, edhe kur e lëndonte. Një ditë, pas 6 muajsh pune intensive, platforma që kishte ndërtuar nuk po funksiononte. Askush nuk po regjistrohej. Ishte pranë dorëzimit, por nuk u justifikua. Nuk fajsoi tregun, rrjetin, vendin. U ul dhe shkroi në një letër, çfarë nuk funksionoi? A isha mjaftueshëm i përgatitur? A e kuptova vërtet nevojën e njerëzve? Dhe përgjigjja ishte e dhimbshme, jo. Kishte menduar më shumë për idenë e tij se sa për problemet e njerëzve. Në vend që të dorëzohej, mori të dhënat e përdoruesve, foli me ta, dëgjoi, kuptoi, ndryshoi qasjen. Kjo i mësoi atij fuqinë e sinqeritetit brutal me veten. Dhe ajo e bëri më të fortë se kur. Rregulli 4. Ndryshoi rrethin e njerëzve. Shokët e vjetër i thoshin, na ke harruar.
por ai nuk po I haronte, thjesht po ndryshonte. Sepse ata nuk donin të rriteshin. Nuk kishin ambicie. Nuk I kuptonin qëllimet e tij, filloi të frekuentonte grupe në internet, evente të teknologjisë, ku njihte njerëz që mendonin ndryshe. Bënte pyetje. Mësonte. Dëgjonte, më pas, filloi të ndërtonte ekipin e tij. Nuk zgjodhi njerëz që I bënin qejfin. Zgjodhi njerëz që I tregonin të vërtetën. Që sfidonin idetë e tij. Që kërkonin më shumë. Ky ekip e ngriti projektin në një nivel tjetër. Rregulli 5. Bëri atë që e friksonte më shumë, Albanin e kishte tmerr të fliste në publik. Por një ditë e ftuan të mbante një fjalim në një konferencë të madhe për të rinj. 500 veta në sallë. Mikrofon në dorë. Zemra rrite fort, por ai nuk e refuzoi. E pranoi. Pse? Sepse e dinte që frika ishte dera që të çonte në një version tjetër të vetes. Në versionin e tij më të mirë. Kur mbaroi fjalimi, të gjithë e duartrokitën. Disa qanin. Disa ju afruan për ndihmë. Dhe atë ditë kuptoi se frika është vetëm prova që të tregon se je në rrugën e duhur. Sot, platforma e Albanit përdoret nga mijëra të rinj në mbar Shqipërinë dhe më gjerë. Ai është një prej trajnerëve më të kërkuar për zhvillim personal dhe teknologji, nuk kishte para. Nuk kishte lidhje. Kishte 5 rregulla dhe zemrën për t'i ndjekur, mesazhi për ty, mos prit leje. Zgjidh disiplinën. Thuaj vetes të vërtetën. Ndrysho rrethin. Dhe përballu me frikën, bëje si Albani, sepse ti ke të njëjtën fuqi. Vetëm duhet ta aktivizosh.